Mirë, do të flasim mbi këtë ngjarje të rëndë, por edhe ato të ngjashme, të cilat në fakt ndodhin jo vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera të botës. Unë pres që nga moment në moment lidhemi me mjekun Albert Troci, ndërkohë që e vijoj bisedën me avokate Anila Halilin. Avokate Halili, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Përpara se të ndalem tek rasti edhe për ngjarje të tilla që fatkeqësisht ndodhin, sa të shpeshta janë, e kam fjalën në kalvarin ligjor ngjarje të tilla, jo vetëm në Itali, por edhe në botë? Fatkeqësisht janë shumë të shpeshta. Ne kemi në këtë rastin e sotëm, pra që po bëhet fjalë për një gabim, mund ta quajmë një paktesë negativ nga një laborator i specializuar privat. Janë raste të ngjashme dita ditës, në fakt madje personalisht po ndjek një rast në spitalin e Cremonës, e cila domethënë dhe një foshnjë, madje ishte 3 javë pasi kishte lindur, ishte shtruar kur ka qenë periudha pak a shumë e Covid, të bronkopulmonite, dhe ka humbur jetën pas 3 javësh. Këtu dhe në madje janë në një proces penal pa bëremra për të përcaktuar nëse kemi një fajsi nga ana mjekësore, sepse Italia parashikon një ligj që quhet pra Gelli Bianco, i cili është i 2017-s dhe parashikon domethënë për mjekët të ushtrojnë protokollin që spitali në ato momente pra ka. Dhe janë linja të përcaktuara dhe udhëzime të përcaktuara. Pra, nuk është shumë e thjeshtë të përcaktohet një përgjegjësi mjekësore, është shumë e vështirë në fakt, por rastet janë vërtet shumëta, si dhe fatkeqësisht dhe operacione ndërhyrje nga ana domethënë kirurgjike që janë ekzaminuar dhe ekzekutuar në mënyrë të gabuar, po ashtu edhe rezultate pra negative, si rastin pra të zonjës që humbi jetën në 2023-shin. Faktet janë vërtet të shumta në të gjithë Italinë, por fatkeqësisht jo vetëm në Itali, edhe në të gjithë botën, dhe normalisht në këto raste kemi dëmshpërblime për familjarët, pra që mund ta quajmë që kanë këtë humbje tepër të madhe, që parashikon domethënë ligji që janë familjarët mamaja dhe babai, po ashtu edhe fëmijët, nëse ka dhe burri, motrat dhe vëllezrit. Dëmshpërblimi nuk është shumë i thjeshtë të përcaktohet, sepse normalisht janë disa tabela që ne kemi për përcaktimin e dëmshpërblimit ekonomik, mund ta quajmë, dhe vëzhgohet në 2, domethënë mund ta quajmë procese, në procesin penal, ku i cili ka rolin kryesor, domethënë që të ndëshkojë fajtorin dhe të kemi një vepër penale me një dënim, mund ta quajmë me një burg apo me një përcaktim dënimi tjetër, edhe procesi penal ka dhe rolin, nëse pra kemi palën civile që merr pjesë në procesin penal pra familjarët, të kërkojnë një dëmshpërblim ekonomik në procesin penal, që mund të jetë një provizional ose një shumë i caktuar. Por përveç dëmshpërblimit, avokate, çfarë të drejtash kanë familjarët e viktimave në raste të tilla? Në raste edhe të dyshuara ndoshta për gabime në diagnozë? Vetëm 2 janë, domethënë. Në radhë parë që të bëhet një ndjekje penale, nëse kemi verifikimin e një, mund ta quajmë një vrasje jo me dashje, një vrasje për fajin e dikujt, mund ta quajmë në përgjegjësi mjekësore, apo dhe në raste domethënë që gabohen analiza teknike, pra që familjari kërkon në shumicën e rasteve që personi që ka pësuar, pra që ka krijuar një faj kaq të madh dhe nuk ka asnjë lloj dëmshpërblim ekonomik që mund ta shpëtojë apo mund ta justifikojë faktin, është për ndjekja penale, domethënë pra që të merret një veprim nga gjykata penale me një përcaktim. Aspekti tjetër është dëmshpërblimi ekonomik. Vetëm këto 2 janë. Dëmshpërblimi ekonomik është ai fakti pra që duke qenë se është humbur vërtet një familjar dhe pra personi që ka gabuar, mjeku apo dhe laboratori i rastit që do flasim pastaj më vonë, përcaktohet një shifër ekonomike dhe i jepet familjarëve si dëmshpërblim. Nuk kemi në fakt mbrojtje të tjera, përveç se fakteve të rralla, nëse kemi që 2 persona pra si burri dhe gruaja humbasin jetën në raste të tilla, mund të ndërhyjnë asistenca sociale për kujdesin e fëmijëve, nëse kemi fëmijë të mitur, strehimin e tyre, nëse nuk kemi familjar, domethënë tjerë të afërm që mund të kujdesen për fëmijët. Edhe normalisht kemi suportin psikologjik, jo vetëm pra për fëmijët e mitur, por normalisht dhe për familjarët, sepse kemi raste fatkeqësisht që tronditja është vërtet tepër e rëndë dhe një suport nga ana psikologjike është i domosdoshëm, sidomos në foshnjët që prezantohet fatkeqësisht gjithmonë më shumë.
Avokate, kush mban përgjegjësi në raste të tilla që fatkeqësisht rezultojnë edhe fatale? Mjeku apo institucioni? E kam fjalën përgjegjësi penale. Po, atëherë, të marrim një rast konkret, domethënë ky sot që do flasim. Në këtë rast, domethënë mjeku, ginekologu, pra ka ndjekur protokollin që spitali Azël kishte në atë kohë Salento. Pra, ginekologu pasi e ka parë zonjën 3 herë në vite të ndryshme, ka përshkruar domethënë saj një analizë që është pap test. Tani analizën kush e ka kryer domethënë një laborator privat, i cili ka bërë ekzaminimin e domethënë pap testit dhe i cili për 3 herë ka rezultuar negativ. Në këtë raste, mjeku nuk ka një përgjegjësi nga ana mund ta quajmë ligjore për faktin se ka ndjekur protokollin që pra spitali kishte në ato momente dhe madje nuk gëzojmë se protokolli nga vdekja e zonjës pra fatkeqësisht në 2023-shin në Salento ka ndryshuar dhe është bërë udhëzim një protokoll i ri i cili domethënë deklaron dhe parashikon që në qoftë se një pap test edhe pse është negativ si rasti i zonjës 3 herë ose edhe 4 herë ose edhe 1 herë vetme, është e nevojshme që nëse kemi elemente që bëjnë që kemi dyshime të mëtejshme dhe pse nuk është pra pozitiv, që të bëhen domethënë përcaktime dhe vizita të tjera të mëtejshme. Gjë që në rastin e zonjës 47 vjeçare nuk u kryen atë kohë. Pra, në këtë rastin konkret, mjeku mund ta quajmë që ka një përgjegjësi, gjithsesi nuk ka faj nga ana ligjore, por struktura pra private që ka bërë ekzaminimin e rezultateve ka një përgjegjësi, sepse normalisht në qoftë se analiza do ishte kryer në mënyrë korrekte dhe është demonstruar pak a shumë nga familjarët që pra rezultatet ishin të gabuara, mund të ishte bërë një ndërhyrje e menjëhershme në kurimin e zonjës, kemioterapia mund të ishte shtruar në momentin direkt në 2016-ën dhe mbi të gjitha mund të ishte bërë eksportimi ose domethënë heqja e mitrës në një kohë tepër të shpejtë dhe mund ta quajmë një 50% të shanseve që mund të mbijetonte. Ky quhet në italisht la perdita di chance, çfarë do të thotë që zakonisht sidomos në ambientet mjekësore nuk kemi normalisht ato përqindjen e saktë që në qoftë se zonja do ishte kuruar në 2016-ën do kishte mbijetuar gjithsesi. Por kemi ato 50% që në qoftë se mjekimi do kishte ndërhyrë në momentin e caktuar menjëherë, mund të kishte shpëtuar pra vdekjes dhe mund të kishte pasoja tjera, domethënë mund të ishte hequr mitra dhe mund të kishim probleme kolaterale tjera më të vogla. Edhe kjo është një përcaktim në fakt por dëmshpërblimin është shumë i madh sepse siç thash domethënë humbja e shanseve në Itali është një dëmshpërblim që përcaktohet rreth 800.000 1 milion euro. Dhe besoj se dëmshpërblimi që është ofruar familjarëve tek 300.000 euro është vërtet një shifër normalisht në ana personale pa njohur dokumentat të sakta. Është një dëmshpërblim tepër i ulët për faktin se zonja ishte 47. Po, shumë e re, fatkeqësisht. A mund më thuash se si shkohet deri tek konstatimi i fajtorit? Pra, në rastin konkret, çfarë roli ka avokati në procesin e hetimit të pretendimeve në rastin e familjarëve, për sa i përket mos diagnostikim të saktë? Nuk e di, a ke detaje në lidhje me ngjarjen konkrete, si ka shkuar pala pretenduese drejt vërtetësisë, pra? Në këto raste, në rastin pra që po flasim, pasi zonja ka humbur jetën në 2023-shin, familjarët disa muaj më vonë nuk kanë qenë të bindur, pra ka lindur dyshimi të rezultateve të testeve, të pap testeve që janë nështruar në 2016-ën, 2017 dhe 2019 nëse s'gaboj, dhe e kanë ekzaminuar në një strukturë tjetër private. Dhe efektivisht ka dalë në pa prova, pra që rezultatet e pap testeve që kishin dalë në ato momente negative, në fakt ishin të gabuara. Pra kjo është një provë konkrete dhe kjo është thjesht domethënë ekzaminuar nga një laborator tjetër, një specialist dhe është dhënë pra një relacion ku efektivisht diçka ka qenë kryer në mënyrë jo korrekte. Kjo është një provë madje tepër e rëndësishme. Si arrin dhe kush është roli i avokatit? Nëse s'gaboj, në këtë rast nuk kemi një kallëzim penal apo një proces penal. Madje laboratori privat i ka ofruar në mënyrë paqësore, mund ta quajmë, familjarëve një shifër ekonomike prej 300.000 euro. Kjo do të thotë që ka pranuar një përgjegjësi faji, sepse normalisht në qoftë se nuk do kishte kryer këtë dëmshpërblim, mund të kishte një proces penal. Edhe ndoshta është firmosur një marrëveshje midis dy palëve, sepse zakonisht kur arrihet një ofertë nga, mund ta quajmë në këto raste pra nga laboratori privat i analizave,
të isha unë në vendin domethënë të avokatit mbrojtës të palës pra që ka humbur jetën, të familjarëve, kjo shifër mund të pranovej si një paradhënie, mund ta quajmë, edhe mund të shkaktonte fazën e dytë pra të një procesi civil ose një kallëzim penal, ku do përcaktojë efektivisht sa mund të ndikonte domethënë rezultati po të ishte domethënë zbuluar në atë kohë. Dhe normalisht ne si avokat nuk është se kemi shumë instrumente nga ana mjekësore, nuk kemi kompetenca teknike, por këto domethënë relacione të përcaktuara, sipas dokumentave që ne kemi në dorë që na transmetojnë klientët, e bëjnë një relacione që quhet relacione medico-legale. Është një relacione nga një mjek që normalisht është drejt një pagese dhe ekzaminon të gjithë çështjen sipas analizave, dokumentave, edhe shkruan pra mund ta quajmë një relacion final i cili përcakton ku kanë qenë gabimet dhe mbi të gjitha sa vlen dëmi, domethënë mund ta quajmë dëmi ekonomik, ne kemi dëmin moral të humbjes së një personi, kemi dëmin sepse kemi humbur, normalisht kanë humbur një familjar, dhe kemi një dëm tjetër që është tepër i rëndësishëm, pra dëmi që personi në ato momente ka vuajtur, sepse zonja nga 2016 deri në 2023, për 3 vite në radhë deri në 2019 ka pasur gjakderdhje tepër të rëndësishme dhe pra është nështruar shumë vizitave të ndryshme. Më pas në 2018 ka qenë shtruar në një ditë deri hospital, edhe më pas në 2023 në 2019 ka shkuar në një spital tjetër që është në Rom, shumë i famshëm, dhe aty pra ka kryer pra seancat e kemioterapisë, jo vetëm eksperimentale, por dhe të specifikuara. Këto fatkeqësisht nuk kanë pasur një rezultat pozitiv për faktin se smundja ishte shumë e avancuar dhe pra zonja humbi jetën. Të gjitha domethënë këto vite janë vite e sakrifica, vuajtje jo vetëm për personin që ka humbur jetën, por edhe për familjarët e saj pra që janë përkushtuar duke i ndenjur afër dhe duke i dhënë asistencën morale dhe familjare. Dhe këto janë të gjitha ato elementet që ne si avokat kemi në dorë për përcaktimin e dëmit përfundimtar, që është një dëm vërtet tepër i lartë edhe tepër i rëndësishëm, pra mendimin personal fakti që shifra që është efektivisht domethënë vënë në dispozicion. Meqenëse jemi këtu, avokate, si përllogaritet dëmshpërblimi në raste të tilla? Atëherë, po, në fakt sipas siç thash domethënë më parë, sipas vizitës medico-legale, që është nga një mjek ligjor, i cili bën një relacion nga fillimi domethënë mund ta quajmë i simptomës parë të vuajtjes e së në këtë rast nga 2016 deri në 2023, pra momentin që një person, domethënë humbi jetën. Në këtë rast janë disa tabela, që janë tabele di Milano, në të gjithë Italinë, domethënë janë disa shkallë që përcaktojnë dëmshpërblimin. Edhe këtu bëhet mund ta quajmë një llogaritje tepër e thjeshtë për faktin se merret relacioni i mjekut ligjor, i cili përcakton sa ditë vuajtje ka pasur ky person dhe i llogarit pak a shumë në intensitetin e tyre. Nëse një person ka qenë shtruar në spital, dëmshpërblimi për një ditë është 100% dhe zakonisht jemi tani nga 100 deri 115 euro dita. Nëse kemi një dëm, mund ta quajmë një invaliditet që është i përkohshëm një personi që humb një këmbë apo një krah apo në një organ tjetër, atëherë dhe ai ky vlerësohet me disa pikë, që janë pra nga 0 deri në 100 pikë. Edhe sipas tabelave pra të Milanos përcaktohet pra dita totale e smundjes, përqindja tyre që mund të jetë 25%, 50%, 75% ose 100% të ditës, siç thash më parë, deri në 115 euro dita, plus dhe është një pikë danno biologjiko permanente, që është dëmi domethënë që ngel i përjetshëm. Edhe ky vlerësohet siç thash nga 1 deri në 100 pikë. Janë danno mikropermanente të vogla deri në 6 pikë, janë domethënë nga 7 pikë e më lart janë dëme shumë më të rëndësishme. Dhe sipas tabelave ora dalin të gjitha këto mund ta quajmë këto listat e dëmeve të ndryshme dhe bëhet më pas një total i përgjithshëm. Pra kjo është mënyra mund ta quajmë i aplikimit të llogaritjes së dëmit që aplikojmë jo vetëm ne avokatët kur bëjmë dhe një rikorte që kërkojmë gjykatës pra një dëmshpërblim efektiv, por gjithashtu edhe nga gjykatësit apo edhe nga strukturat të tjera që ofrojnë një dëmshpërblim, duhet marrin në bazë pra këto tabelat. Avokate, faleminderit shumë për gjithë informacionin e përcjellë për sa i përket proceseve të tilla të dhimbshme edhe të gjata
gjykata për të shkuar drejt të vërtetës. Përshëndes, do doja shumë që të kishim edhe një mjek për na shpjeguar sa të zakonshme janë, le themi, diagnozat e gabuara, por e kishin pamundur që të lidheshin me Albert Trocin, ndërkohë që të përshëndes për momentin. Nuk e di nëse kam Ardit Hoxhën, i cili është në sheshin përpara kryeministrisë, edhe ditën e sotme do të ketë foltore nga ana e Partisë Demokratike, aleatëve të saj, lidhem